Flamur Ismailin që është me Audi S2. Altini me Audi S8 me numrin startues 4. Është i dyti më i shpejti në këtë klasë në 11 sekundave. Do të shohem nga Flamur Ismaili me Audi S2. Ja dhe gëzimi antarëve të ekipit të tij, do të shohim se çfarë kohë ka arritur, çfarë rezultati Flamur Ismaili, ndërkohë starti gabuar për Altim Poterën që do të niset tani. Edhe mëtej nuk janë finalizuar rezultatet, ja ku niset edhe Altim Potera me Audi S8. Ndërkohë kanë mbetur edhe dy garues tjerë, është Astrid Isuvi me Golf 3 dhe Trilon Iseini me Nissan GT-R. Altim Potera 11 sekunda 544 të mitat, Flamur Ismaili me Audi S2 9 sekunda e 313 të mitat, i kalon 2 kategori. Ja tani Isufi me Golf 3 me numrin 90 startues dhe Trilon Iseini me Nissan GT-R, ishte garuesi klasit 12 sekunda më herët. Do të shohim se çfarë rezultati do të kenë. Çdo gjë gati. Start fenomenal i Nissanit. Astrid Isuvi pati probleme në start, do ta shohim se çfarë rezultati do të arrijë Nissan GT-R i Trilon Iseinit. Edhe një tjetër gabim i Astrid Isufit. Do ta ketë edhe një mundësi dhe më pas, nëse nuk arrin që të e përfundoj garën apo ta nis me sukses, do të përshëndetet. Edhe më tej nuk i kemi rezultatet e garës së dytë, asaj të Nissan GT-R të Trilon Iseinit. Presim Astrid Isufi në tentimin e tij të tretë. Gjithçka është gati. E tani startimi nga Isufi, do të shohim se çfarë rezultati do të ketë. Jemi pra te klasa e 11 sekundave. Njeri prej këtyre garuesve, Flamur Ismaili me Audi S2, e ka thyer një rekord personal, duket 9 sekunda 313 të qintat. Këtë herë më i shpejt ishte Astrid Isufi me Golf 3, 11 sekunda 553 të mitat.
Ndërkohë Driloni Seini 11 sekonda 789 mita të sekondës. Pra, më i shpejt Golf 3 se Nissan GT-R. Kjo ka të bëj paksa edhe me pilotin natyrisht, nuk është krejt e vetura. Tani do të ka përcejmë të klasa 10 sekundave. Shohem. Ja ku janë rezultatet. Flamur Ismaili është më i shpejti me 9 sekunda 313 mitat. Pas ti është Alton Potera 10.346. Pra Flamuri me Audi S2 kalon të klasa 9 sekundave, Alton Potera të klasa 10 sekundave. Këta dy garuese vazhdojnë garën. E tani do të shohim duelin me Sagron Smailit me Porsche 911 dhe Astrid Isufit me Golf 3. Pra kemi dy garues që do të përsërisin garën në kategorinë e 11 sekundave, klasa 11 sekundave. Agron Smaili me Porsche dhe Astrid Isufi me Golf 3. Ndaq besoni, ndaq jo, dallimi në rezultat mes këtyre dy garuesve shumë i vogël. Po e them edhe njerë, shumë ka rëndësi se kush është shoferi. Ja ku e kemi një garë që rallë mund të asheni dikun. Golf 3 me Porsche. Natyrisht një Golf 3 modifikuar. Edhe gara është vetëm 400 metra. Si do që të jetë. Ja ku është. Vetura që kushton mbi 100.000 euro dhe një veturë nuk e di faktikisht sa kushton Golf 3. 2-3.000, 3-4.000. Gjykojeni vetë. Por rezultatet të në pistë nuk tregojnë shumë dallim. Do të shohim, më duket se Porsche-a ishte më e shpejt. Agron Smaili me Porsche është më i shpejt. 11.536, 11.739 Astrid Isufi me Golf 3. Jemi duke diskutuar të vendosjen e tribunave. Pra Agron Smaili 11.536, Astrid Isufi 11.739. Më nga dalëshëm Isufi. E tani Porsche-a do të karoj me Audi S8. Porsche 911 Turbo S.
është kjo e Agron Smajlit. Altin Potera pati kohën më të mirë 11.544. Më i shpejt pra është Porschea me Agron Smajlin shofer. Por do të shohim se çfarë do të ndodhë në këtë duel të drejt për drejt me këtyre dy garuesve. Numri startues 4, Altin Potera me Audi S8. Dhe 21-shi i Astrit Isufit. Altin Potera ka rritur kohë më të mirë më përpara në kualifikime me S8-in e tij. 11.243 ka qenë rezultati më i mirë i Poterës. Presim përballjen e këtyre dy veturave, këtyre dy shoferve, pra Agron Smajli me Porsche, Altin Potera me Audi S8. Gjithçka është gati. Starti jashtëzakonshëm nga Potera. Tepër më i mirë është në start dhe përfundon garën përpara. Po, më i shpejt është Altin Potera me Audi S8, startin e patit të jashtëzakonshëm. Shumë më mirë u nis. Pra Potera kalon në kategorinë 10 sekonda me 10.994. Agron Smajli 11.537, pra një rezultat identik me atë të mëhershmin. Altin Potera vazhdon garën në klasën e 10 sekondave. Bëhet zyrtar edhe rezultati. Ja ku kthehet Agron Smajli pra fiton klasën e 11 sekondave, si më i shpejti në këtë klasë, ndërkohë Altin Potera e vazhdon garën në një kategori më të shpejtë, ato të 10 sekondave. Këtu ndoshta është koha që ta inkuadrojmë sërish kolegun Artan Muhaxhiri. E ka këtu pranë njërin prej kryesorëve të sportit të Kosovës, Ibër Alajn. Do të dëgjojmë tani nga Artani dhe Ibri. Vetëm të presim një sekond derisa të vendosen të gjitha logjistikat këtu. Gjithçka gati pra për Artanin. Faleminderit Skifo, po shfrytëzojmë këtë pauzë të radhës për të intervistuar sekretarin e përgjithshëm në kuadër të Ministrisë për Kulturën e Sport Ibër Alaj. Ibër, fillimisht më lejo që edhe në këtë formë zyrtare ta uroj postin e ri, prezent edhe në një garë ku e falim edhe me Ismetin, po shihet nga dita ditës interesimi, e bashkë me interesimin rritet konkurenca, me konkurencën rriten nevoja për investime. Pa tjetër, kjo është një garë që është tradicionale në kalendarin e Federatës së Autosportit të Kosovës, por pandemia për bën vetëm, sepse këtu në të kalumen kanë qenë 10.000 deri 15.000 shikues, por me qenë se këtu është e hapur si garë dhe është në bazë vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës se aktivitetet individuale të organizohen janë lejuar në mënyrë që të ketë një kalendar të përmbushur federata, por në njëjtën kohë jemi duke punuar që sezoni vjeshtor të hapet me gjitha sportet në mënyrë që në bazë manualit, në bazë të rekomandimeve nga Instituti për Shëndet Publik
të hapet sportet në mënyrë graduale, në mënyrë që të kthehemi jetës apo të jetojmë me pandeminë, por duke e bërë jetën më atraktive në mënyrë që edhe shoqëria të jetë aktive në sport. Ibrin, rreth pandemisë dhe rreth rikthimit të sportit sot në këtë intervistë nuk do ta kursejmë, sepse sonte në orën 20:30 në Arena Sportive kemi të ftuar në studio. Ibër, po kënaqesh, garë interesante, diçka pak më ndryshe që e kemi parë në qershor, tash në shtator, po Ismeti tha që do ta ketë edhe një garë tjetër të fundit për këtë vit, Drag Race Trashin në tetor. Po sigurisht për këtë është një adrenalinë për sportistat të cilët marrin pjesë në këtë drag race apo në garat e shpejtësisë. Andaj e vlerësoj shumë angazhimin e sportistëve, të klubeve, të federatës, në mënyrë që t'i ofron publikut përmes ekraneve të tyre televizive që ta sjellin adrenalinën apo atë mundësinë që kanë me pa përmes televizionit. Personalisht përvoja jote nga veturat shtrejta, investimet që adhuruesit e kësaj disipline e shpejtësisë nuk përtojnë edhe nuk hezitojnë që të investojnë në makina të tilla. Po bashkërishtemi duke bërë një plan investiv me Federatën e Autosportit të Kosovës, së pari që kjo pronë ku jemi tani të bartet me vendim të qeverisë Republikës Kosovës, të jepet shfrytëzim federatës që të ketë investimet të cilat do ta rregullojnë infrastrukturën apo sigurinë në trafik, pasi që këtu mund të përdoret edhe nga policia e Kosovës aspekti i trajnimit të policisë Kosovës. Kemi parë edhe garat e triatlonit. Po, edhe disa gara të cilat mund të kryen këtu në këtë pistë, por në njëjtën kohë edhe të ketë një pistë e cila mund të ushtrojë edhe kapacitetet tona të mbrëmshme në aspektin e sigurisë publike, por edhe në aspektin e sigurisë që ne kemi njerëz të cilët do të trajnohen në aspektin e nevojave të institucioneve tona publike. Po ke problem zhurmën? Zhurmën s'ka problem, por është një investim i madh i klubeve në automjetet e tyre dhe normal që ndikon në investime, kërkon në mbështetje dhe kështu që ne do të krijojmë kushte që këta të investojnë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Jo dos, po kolegë kam. Atëherë gjithçka është gati për të filluar me kategorinë e 10 sekondrave. Është Labinot Maliqi me Golf Dësh. 10 sekonda e 999 të mitat. Koha më e mirë e tij deri tani. E aty është edhe Alton Potera me Audi RS6, ai që do të garoj me të. 10 sekonda e 346 të mitat është koha më e mirë e tij. Çdo gjë gati tani. S'ka me vesh, ha? Për pak me na i shpërthy timpanin Labinot Maliqi me Golf Dësh, që siç duket e ka fituar këtë garë. Do të shohim. Ka përfunduar dhirja e parë, Labinot Maliqi ka thyer plotën. Po, e ka thyer kategorinë e 10 sekondave Maliqi 9.927. Alton Potera një garë relativisht e dobët për të, 10.605. 240 km/h shpejtësia arritur nga Labinot Maliqi. Deri tani shpejtësia maksimale më e madhe nga të gjithë garuesit, 240 km/h. 223 pati Alton Potera. Kemi edhe dy garues, është vëllau i Alton Poterës, Altini me Audi S8 dhe një tjetër Golf Dësh e kemi Petreti Sufin me numrin 92. Vendoset në pistë Petreti Sufi. Siç duket do të garoj vetëm. Golf Dësh është i Sufi, nuk ka dalë në pistë fare Alton Potera, do ta shohim tani pse, cila është arsyeja.
Petriti Sufi 10-618 është rezultati I tij. 202 km shpejtësia më e madhe. Drejta fundit shkoj. Nëse shohi që në një të fut. Pamor që atër para për drejtë. Atër të të shmëra që e ke kryjtë në final. Nëse shohi një të fut shkoj. Kërë që kjo në shu, jashtë. Karika të kjene, a këti shohi uve, uve ku shohi uve. Këti një karika, që karika. Që ta shë uve një, përgjani një para për të karika. Dhe ka zëj, nëse shohi që një të fut. Kërë që një në jashtë. Kërë që një karika. Sëriqet vërejtja spektatorëve që nuk po I respektojnë rregullat as të distancës, as kurfar rregulla siç e kemi zakon ne shqiptarët e dashur. Labinot Maliqi pra me golf 2 ka thyer kategorinë duke dalë në kategorinë 9 sekondave, 927. Petriti Sufi dhe Alton Potera do të vazhdojnë garën për të u shpallur fitues në këtë klasë të 10 sekondave. Alton Potera ndërkohë me Audi S8 nuk e ka filluar garën fare. Do të shohim pra tani duelin mes Petriti Sufit dhe Alton Poterës. Dallimi në kosh shumë I vogël. Alton Potera me 10 sekonda 605 mitat. Petriti Sufi me 10 sekonda 618 mitat. Pra një dallim në rezultat shumë I vogël. Antonio Slivo nel titolo strappa 10 secondi, punto sarà Anton Potera e Petriti Sufi. Çdo gjë gati tani për duelin që përcakton fituesin e kësaj kategorie të 10 sekondave. E dini pra, duhet 2 fitore të njërit garues për të shpallur fitues. Audi RS6 e Alton Poterës me numrin startues 5 dhe Golf 2 e Petriti Sufit me numrin startues 92. Fati jonë që Golf 2 është në këtë pistën më afër neve, kështu që vaj halli për veshët. Çdo gjë është gati. Start më I mirë me Alton Poterën do të shohim. Është shumë afër megjithatë. Më duket se Golf 2 është fitues. Po, kështu sipas gëzimit në pistë. Po, Petriti Sufi me Golf 2 është fitues I raundit të parë. Faktikisht Petriti Sufi vazhdon garën tutje. Alton Potera bie nga gara. 10-420, 219 km/h shpejtësia maksimale e Golf 2 të Petriti Sufit. Veç kur e përmend fjalën Golf 2 nuk ta merr mendja që do ta rikë si lloj shpejtësie Golf 2, por ja që po e sheni që gjithçka është tek modifikimet që I bëjnë këta shofera, këta mekanik, këto klube.
Ardi Potera tani me Audi A6, koha e ti më e mirë 10.176. Ai ishte lucky winner i kësaj kategorie. Ai pra e pret Petrit Jusufin me gol dysh. Gjithçka pra duke pritur finalen. Kjo është finalja. Nuk ishte ajo në mes të Alton Poterës, por është Ardi Potera me Audi A6, ai që do të garoj. Ai që pritet të jetë më i shpejt, mirë po nuk i dihet asnjëherë. E këtu do të jetë gara në dy fitore faktikisht. Edhe njerë gol dyshi Petrit Jusufi do të jetë në këtë pistën numër 2, në korsin numër 2, afër neve. Fati jonë më duket është të vuajmë sot nga këto zhurma, pasi që jemi shumë afër startit. Çdo gjë gati. Starti ka buar nga Potera. E do të shohim se çfarë kohë, çfarë rezultati do të arrijë Petrit Jusufi. Tani do të niset edhe Ardi Potera. Normalisht më i shpejt ka qenë Ardi Potera në ato sfidat e mëhershme, do të shohim tani. Edhe një herë Petrit Jusufi me gol dysh është më i shpejt. 10.315 koha e tij, 10.417 koha e Ardi Poterës. Do të shohim edhe një përballje mes këtyre dy garuesve. Prej të gjithë këtyre veturave që i patëm në kategorinë e 10 sekondshit, dy golf dysha që po shkëlqejnë, njëri kaloi në kategorinë e 9 sekondave, Labinov Maliqi më herët, duke thyer këtë kategori të 10 sekondshit. Ndërkohë, tani Petrit Jusufi me një fitore larg që të triumfojë në këtë kategori. Edhe një triumf i ndaj Ardi Poterës me Audi A6 dhe do të shpallet fituesi kategorisë së 10 sekondave. Petrit Jusufi me gol dysh. Presim edhe duelin e dytë mes Ardi Poterës me Audi A6 që pati një rezultat më të dobët në këtë tentimin e tij të parë. Dhe Petrit Jusufit me golf dysh. Duhet themi se Ardi Potera u fut në këtë klasë të 10 sekundshit si lucky winner, pra ishte më i shpejti prej të gjithëve me 10 sekunda e 176 të mitat. Nëse e përsërit atë kohë, shumë vështirë që ta zë Petrit Jusufi, por po e ka të vështirë që të përsëris.
Po presim që këto dy vetura të vendosen në pozicionet e tyre, natyrisht para startit të dyja veturat do të kontrollohen nga ekipet e tyre për të parë nëse gjithçka është në rregull. Atëherë në këtë gjiro të dytë, Betriti Sufi do t'jetë në korsi numër 1, ndërkohë Ardi Potera me numërin 3 është në korsi numër 2, apo e sheni afër vijës së startit është Potera, duke u bërë gati. Jemi duke pritur edhe Betriti Sufin me këtyshin e tij. Shtu hapër zhvinët e radhës për veturën me numër 93 dhe veturën me numër 3. Pra gjithçka gati për të startuar këtu Ardi Potera me Audi S8 dhe Betriti Sufi me Golf 2, fitoria në gjirën e parë, në raundin e parë i takoi Golf 2-shit të Betriti Sufit, që është duke u afruar tani vijës së startit. Çdo gjë është gati për raundin e dytë. Start i gabuar nga Betriti Sufi, ndërkohë Ardi Potera ka filluar më mirë. Tani edhe i Sufi do ta përsërisë të raund të dytë. Çdo gjë gati për Isufin. Starti jashtëzakonshëm tani nga Golf 2-shi i Betriti Sufit, do të shohim se çfarë rezultati do ta ketë. Duket të jetë mjaft shpejt. Vitoria këtër më duket i takon Poterës, po 10 sekunda 131 të mitat, shumë më shpejt se Isufi. Nëse e përsërit këtë kohë, Ardi Potera do të shpallet fitues, ani do ta kemi raundin e tretë dhe vendimtar. Pas kësaj gare të fundit, derisa po e shohim duke u kthyer fituesi këtu në start, Audi A6 me Ardi Poterën shofer. Pas këtij raundi pra do të shohim klasën e 9 sekondave. Edhe njerë konfirmojnë rezultatet zyrtare, pra Ardi Potera 10.131 është koha e tij, 236 km shpejtësia maksimale. Isufi me Golf 2 10.618 në rezultat më i dobët i Betriti Sufit në raundin e dytë. E pati ashtu kështu një start të gabuar. Ja u kthehet edhe Isufi.
do të kontrollohen veturat para se të vazhdojnë në vijën e startit. Atëherë po presim edhe më tej vendosjen vijën e startit të dy garuesve finalist kategorisë 10 sekondave. Petreti Sufi me gol dysh edhe Ardi Potera me Audi A6. 1-1 me fitore për këta dy garues. Do të shohim kush do të jetë fituesi kësaj kategorie të 10 sekondave. Për të vendosur në vijën e startit Potera me Audin e tij, pritet edhe Isufi. Është duke u bërë kontrolli i fundit për veturën gol dysh të Petreti Sufit, të shpresojmë se gjithçka është në rregull me të për të vazhduar këtë garë finale. Derisa jemi duke pritur kthimin në vijën e startit të Petreti Sufit me golfin e tij. Ju tregoj se edicionin e kaluar, pra me garën që u mbajt e 21 shërshor të këtij viti, ishte Labinot Maliqi ai që triumfoi në kategorinë e 10 sekondave me golf dysh. 10 sekonda e 100 të mitat ishte rezultati më i shpejt. Alton Potera ishte më i shpejti në kategorinë e 11 sekondave me Audi S8, ndërkohë Jaha Vlahiu në kategorinë e 13 sekondave. Më i shpejti në kategorinë e 9 sekondave ishte garuesi nga Shqipëria, Elvis Kosova me Nissan GT-R
9 sekonda e 436 mita ishte koha më e shpejtë e tij, shpejtësia maksimale ndërkohë e jashtëzakonshme 266 km/h arriti pra shpejtësinë maksimale në këtë pistë prej 400 metrave. Diçka nuk duket jetë në rregull me gol dyshin e Petrit Isufit, po e shohem se janë mbledhur aty për rreth veturës disa sigurisht nëse nuk do të arrijë do të dalë në start Petrit Isufi, atëherë fitoria do t'i takoj garuesit Ardi Potera. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Move back, nigga. Fake Jordan, that's whack ass bitch, nigga. I come back with 11 damn shots. I claim this city and I take. Ndaj Petrit Isufit nëse dështon vetura e tij në këtë moment kritik, kur është 1-1 rezultati në këtë finale të klasës së 10 sekondave all wheel drive 4x4. Do të shohem tani. Vazhdon kontrolla e gol dyshit Petrit Isufit, derisa në vijën e startit po pret Ardi Potera pa pik problemi me Audi A600 e tij. Duket se gjithçka është gati. Po, gjithçka është gati. Vetëm pritet vendosja e Petrit Isufit në vijën e startit. Raundi final kë mes Poterës dhe Isufit. 1-1 rezultati në 2 raundet të mëhershme. Çdo gjë është gati pra. Start më i mirë i golf dyshit të Petrit Isufit. Do të shohem tani më i shpejt është të golf dyshi.
Më i shpejt është të Golf Dyshi. Gëzimi në start këtu. Vjet 246. Koha e Isufit. Vjet 340 koha e Poterës. Pra Petrit Isufi është fituesi i kategorisë 10 sekondave me Golf Dysh, që ka asnjë njeri. Më duket ndikoj pak sa dha e koha në të cilën priti Ardi Potera. Priti më shumë se 2-3 minuta këtu në vijen e startit dhe nuk arriti ta përsëris. Atë shpejtësinë që e pati në raundin e dytë. Ja, ku është edhe lista me rezultate zyrtare, pra Petrit Isufi 10.246, shpejtësia maksimale arritur 211 km, Ardi Potera 10.340, 230 km shpejtësia maksimale, por nuk arriti të jetë më i shpejt se Golf Dyshi Petrit Isufit, që shpallet fituesi kësaj klase. Ja ku kthehet fituesi. Po e them edhe njerë, sigurisht ka ndikuar koha e pritjes te Ardi Potera. E tani në përgatitje janë garuesit klasës 9 sekondave. Janë vetëm 2 vetura të cilat do të garojnë me njëra tjetrën në një lloj finale, pas që vetëm ato dyja kanë arritur shpejtësinë prej 9 sekondave. Njëri e di që është Golf Dysh, Labinot Maliqi. Do të trojnë vetura tjetër. 2 veturat më të shpejta sot këtu. Ja ku është pra klasa e 9 sekunda, klasa më e shpejt. Flamur Ismaili me Audi S2 9.313, e pam edhe këtë vetur më herët me numrin 45. Ja ku është Ismaili me Audin e tij S2 dhe Labinot Maliqi me Golf Dysh 927, koha më e shpejt e tij. Këta 2 garues do të garojnë në një lloj finale mes vete, 3 gara, 3 raunde me 2 fitore për fituesin. Fati jonë edhe njerë këto afër neshe kemi Golf Dyshin. Vaj halli për veshët e mi. Çdo gjokarti për startin e kësaj finale të 9 sekondave, kategoria 9 sekondave. Këto 2 vetura, sikur të nderuar, një Golf Dysh. Audis S2. Të 2 veturat kanë start të gabueshëm. Duhet të kthehen edhe njerë në fillim. Do të i shohim edhe njerë në raundin e parë, pasi që të dyjat janë me start të gabuar.
Të dyat janë futur në të kuqe. Po e them qetësia para startit është ajo gjëja e cila ndikon të shumë garues. Shumë shpesh garuesit nisen para se të tregoj semaforit të gjelbërtën dhe kjo edhe natyrisht ndikon. Krejt është punë nervash kjo shikues në nderuar. Nuk është më punë të qintave të sekondës, të mitave të sekondës është dallimi me këtyre dy garuesve. Një Gold Thirst dhe një Audi S2, pra veturat më të shpejta në Kosovë. Në 400 metra është fjala. Kemi duke pritur pra që të vendosën edhe njerë në vjenë në startit Flamur Ismaili dhe Labinot Maliqi. Ismaili sërish do tjetë në pistën e parë. Pista numër 1 për Audin S2 me numërin startues 65. Flamur Ismaili. Shtegu Korsia e dytë. Labinot Maliqi që ishte fituesi garës së fundit zhvillua në Qërshor. Klasa 10 sekundave. Maliqi pritet vendoset në korsin numër 2. Presim që këto dy vetura të vendosen në start. Ja pra, gjithë shka është gati. Tani duket se ka diçka probleme Audi S2 i Flamur Ismailit. Po presim vendosin në start Audis S2.
E tani më duket se gjithçka është gati për ta vendosur dhe Audi në vijën e startit. Pra jemi duke pritur shenjën për Audin që të vendoset. Start më i mirë i Audis këtë herë do të shohim. Po është Audia që fiton. Labinot Maliqi me fitoren e parë, pra në këtë garë 3 raundë. Shpresojmë të mos ketë probleme në raundin e dytë gjithë këtë tim që doli pas ti. Por së nështë e të kthehen këtu në vijën e startit me fitoren e Labinot Maliqit duket. Do ta shohim, më duket se jo, Labinot Maliqi është në vendin e dytë, është Flamur Ismaili ai që është i pari, 9.395 me 9.864 të mitat. Shpejtësia maksimale e këtyre dy garuesve, mesatarja 240 km/h. E tani gjithçka gati për raundin e dytë. Pra, randi pari takoi Audi S2-shit. Tani edhe randi dytë do ta shohim nëse do të mund ta mbaj Audi S2-shi ritmin e njëjtë edhe në raundin e dytë. Veturat momentalisht janë duke shfrytzuar një pauzë të shkurtër për të uftohur motori sa do pak për të bërë gati për raundin e dytë. Është kjo pamja që duket te starti i veturave si s'dihet pas një gare kaq interesante dhe rivalizuese, as pa tepër në këtë klasë ku rivaliteti është shumë i ngushtë, nevojitet pak pauzë dhe nevojitet edhe pak ftoje, edhe ndoshta qetësim edhe i nervave i garuesve, por siç shihet atmosfera këtu gjithë janë ngritur në këmbë, askush nuk mund të rri ulur më për të përcjellur këtë garë. Janë përcjellur vërtet me entuziazëm dy garuesit si ai Audisa edhe ai Gold 2-shit, siç e tha edhe skripteri në komentim pak më herët,
gara po pritet tashmë që të nxjerrë edhe fituesin garën më të shpejt, pavarësisht që si vjet mungesa sigurisht edhe e Elis Kosovës ka bërë që kjo garë ndoshta të mos e ketë peshën e vet dhe rivalitetin që jemi mësuar të shohim, por uroj që në Drag Race 3 që është paralajmëruar të organizohet në tetor, atëherë të kemi rivalitet, uroj që edhe kushtet të përmirësohen sa i përket pandemisë dhe të jetë mundësia edhe bashkëdhetarët tanë adhuruesit e Drag Race-it garave të shpejta të jenë të pranishëm këtu. Ajo ka bërë edhe më spektakolare, veturat që kanë ardhur nga Zvicra, nga Gjermania, nga diaspora jonë e kanë bërë akoma më spektakolare, përveç garuesve që kanë qenë brenda në Kosovë dhe nuk kanë hezituar asnjëherë, sikurse edhe tash siç po shihet të investojnë në këto gara. Gjithsesi të theksojmë që aktiviteti sidomos i muaj shtator ka qenë mjaft i ngjeshur në garat e Federatës së Autosporteve të Kosovës me garën malore që është mbajtur bashkë së fundi ka patur edhe aktivitete tjera gjithmonë gjatë vitit të kaluar kemi parë edhe prezencë të femrave që ka qenë rrisi ndoshta edhe për të thyer tabun që edhe femrat dinë të jenë të suksesshme i pamë edhe në konkurrencën e Drag Race-it, në Drag Race-in e kaluar konkurrenca e femrave vetëm sa i shtoi rivalitet dhe patyshim i dha një peshë tjetër garës Drag Race-it. Gjithsesi këtu në Statin gjithçka është gati që të përcjellim për pak edhe pjesën përfundimtare të garës për të mësuar se në klasin më të mirë, në klasin ku zhvillohet shpejtësi siç e bëmë edhe në garën paraprake u kaluan nga të dy garuesit 240 km/h të shohim se cili prej garuesve do të jetë fituesi. Mikrofonin e kalojmë te kolegu Skëfter Blokaj, i cili tash sigurisht do të jetë në pjesën e komentimit. Bëm këtë lidhje të shkurtër sa për t'ju dhënë një pamje pak më ndryshe të tavolinës zyrtare ku nxjerrën edhe rezultatet të pjesës ku është starti këtu, sikurse edhe prapa skenat e asaj çka po ndodh këtu te bokset atje ku bëhet edhe ngroja apo ngroja gomave dhe përgatitja e makinës që të ketë performancën sa më të mirë të mundshme. Gjithçka është gati, semafori tregon edhe në pjesën afër nesh në këtë shiritin afër nesh është vetura me numër 65 Audi e kuqe. Të shohim tash me golfin e tij gati në anën e majt. Të prezantohet me golf dyshin e zi me numrin 60 në anën e majt garuesit. Të përcjellim garën. Çdo që gati për rondin e dytë pra në mes Flamur Ismailit me Audi S2 dhe Labinot Maliqit Golf 2. Rondin e parë fitoi Flamur Ismaili, kategoria 9 sekonda. Edhe njerë më i shpejtër të Flamur Ismaili, do të shohim po më i shpejtër të Ismaili që e fiton këtë kategori të 9 sekondave. Do të shohim edhe rezultatin zyrtar, pra Audi S2 është fitues i kësaj gare. Do të shohim nëse kështu janë regjistruar pra apo ka hyrë në të kuqen Flamur Ismailit, do ta shohim tani. Do ta shohim edhe njerë rezultatin zyrtar, më duket se nuk e pas kam pa mirë une. Këtu po më thonë se golfi është fitues, apo jo? Jo. Te Labinot Maliqi e përshëndet Flamur Ismailin, i Eduard Roket. Ja, kështë edhe përqafimi me këtyre dy garuesve, është ajo që e pamni.
Tani do të dëgjojmë edhe nga Flamuri, nga fituesi i kësaj gare. 2 herë pra ishte më i shpejt se Labinot Maliqi, ja ku e kemi fituesin e garës, kategoria 9 sekondave me kolegun Artan Muhaxhiri. Flamur, urime për këtë paraqitje shumë të mirë, por sigurisht edhe konkurenca ishte shumë e fortë. A mundesh me na tregu sa ka qenë vështirë dhe adhuruesit automobilizmit më së pari dojnë me ditë sa pesi ka? Po pes diku një ka 820 kuaj fushi dhe më një ka në rrota, 1200 Nm, pjerë dhe më në motorin e ka stok dhe më përveç një parë glipnjasha, bjella, shqip dhe më një ka në rrume, turbot, e kena regullu vetë dhe më me shofën tem, Ernest Gjenovsi dhe Lakin, më është ketë dhe më ketë punë dorem, ma dhe në Kosovë. Flamur, shtego po shohim që nuk është prej më të mirëve, ka nevojë edhe për investime, folim edhe me kryetarin e federatës që mendohet të ardhmen të përmirësohet. 220 km/h me imrej për 400 metra është bukur sfidë. Normal që është shumë sfidë, normal. Qysh undive, a drillet? Po, është domon jam i mësuar prej ministrit domon të vozit vetura shpejta. Për mua nuk është e lehtë domon se është një kerr i vjetër, paktën, po fushi, po stabiliteti nuk e ka, domon sikur një kerr i ri domon shkruan, po pavarësisht e domon çat moment që levoziti e di që ja dënja humor dorën edhe s'di shumë ta spiego. Po shohim edhe Audi S2, po edhe Golf 2, Golf 1 apo Golf 3 kemi parë këtu që në pamjet e parë për adhuruesit e automobilizmit dhe shpejtësive më elegante duken veturat e reja, por në fund po shihet që starti është ndryshe. Po normal që veturat e vjetra kushton investimi më i vogël se veturat e reja. A investohet më pak? Normal. Pesha me lehtë, fushia e madhe, veturat e reja kushtojnë me ble, shtrejt edhe me investimet e ka të shtrejt. E për qatë shkak domon na jem se normal që na edhe na kështu pas që me konë me një veturë shumë domon bukur, luksoze, edhe me bani kohë të mirë, po është e pamundshme. Uroj që të shoh me estet nga S2. Faleminderit shumë. Faleminderit të ju. Ishte Flamur Ismaili, fituesi i kësaj gare në një finale interesante të zhvilluar këtu në Slatin. Edhe kushtet klimatike tash në pjesën përfundimtare e kanë favorizuar një gjë të tillë dhe sigurisht edhe organizatori është ndarë i kënaqur me mënyrën se si u mbyll ky rivalitet. Më bashkohet tash edhe Skëfter Blakaj, kolegu që komentoi këtë garë gjatë tërë kohës. Probleme me sfida jonë kryesore ka qenë të mbyllin vesh, ti ke qenë me kufjet paktën. Po, kufjet më ndihmuan, Artan timpani i veshve do të ketë probleme disa ditë më duket, sidomos me këta Golf 2-sha që patën modifikime të mëdha për të garuar në këto shpejtësi të jashtëzakonshme. E pyeta edhe Flamurin për 400 metra distancë, 220 km/h, vërtet një vetur vjetër është vështirë me manovru, por edhe me kontrollu me ndal pastaj. Po e pove edhe vetë që shumica e këtyre veturave kanë gomat mjaft të gjëra, për këtë arsye më duket se kanë më të vështirë që të lëvizin volanin, timonin në njërën apo tjetrën anë. Dhe kjo është sigurisht ajo që i ndihmon që të qëndrojnë në pistë të mos dalin prej saj në këto shpejtësi, pra 240 km njëri, 241 tjetri, kështu që vërtet ka qenë afër. Është shumë gare afërt, është interesant të themi se garuesin të cilin e mposhti, garuesi me Audi S2, Flamuri ishte apo. Ishte fituesi i edicionit të fundit me Golf 2-shin e tij, kështu që vërtet një gare jashtëzakonshme, shikues të nderuar. Natyrisht çdo gjë e të mirë edhe kësaj vjen fundi, kështu që ne do t'ju përshëndesim nga pista e garës Drag Race Kosova këtu në Kosovë, në Slatin, pardon, nga unë Skëfter Blakaj. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Move back, nigga. Fake Jordan, that's wet, gas bitch, nigga. I come back with 11 damn shots.